Në një mbretëri të largët, mes maleve të argjenta dhe pyjeve që këndonin me erën, jetonte një princesh me emrin Ada. Zemra e saj ishte aq e pastër sa rrezet e diellit në mëngjes, dhe syt I shkëlqenin si yjet që zgjojnë natën. Por Ada kishte një ëndër të veçantë, një ëndër që askush në pallat nuk guxonte ta mendonte. Ajo dëshironte të kishte një dragua të vetin. Çdo natë, ndërsa hëna ngrihej si një kuror mbi qiell, Ada shikonte nga dritarja e saj dhe imagjinonte një dragua të madh dhe të butë, me luspa që shkëlqenin në ngjyrat e ylberit dhe me zemër të ngrohtë si zjarri I oxhakut. Ajo ëndëronte se si do të fluturonte mbi krahët e tij të fuqishëm, duke prekur re, duke parë botën nga lart dhe duke gjetur aventura që vetëm zemrat e guximshme mund t'i përjetojnë. Një mbrëmje, teksa yjet shkëlqenin më shumë se zakonisht, Ada dëgjoi një zë të butë jashtë kështjellës. Kur doli, pa një dragua të vogël, të brisht, me sy të mëdhenj e kureshtar. Ai ishte humbur dhe I trembur, por kur pa Adën, u qetësua menjëherë, sikur e kishte pritur prej kohësh. Ada I u afrua ngadalë dhe ai dragua I vogël I vendosi kokën në dorë. Ishte momenti kur ëndra e saj u bë realitet. Që atë ditë, princesha Ada nuk ishte më vetëm një princesh, ajo u bë mikesha e parë e dragojve, vajza që shpjegonte me zë të butë se edhe krijesat më të fuqishme në botë kërkojnë dashuri, kujdes dhe një zemër që I pranon ashtu siç janë. Dhe kështu, Ada dhe dragoi I saj fluturonin çdo ditë mbi mbretëri, duke shpërndar dritë dhe guxim, dhe duke I kujtuar botës se ëndrat e mëdha lindin nga zemra e pastër.